e fundit, edhe në Kosovë, kanë filluar të merren nga politika, ca metoda nga politika e Tiranës. Ki që është e gabuar, ki kopjim i keq i politikës së Tiranës, shtuar këtu dhe politikën negative që bën qeverisja shqiptare ndaj Kosovës, i shtojnë minuset situacionit politik në Kosovë. Kështu që, shu duhet ta shohim, duhet që Tirana zyrtare të tërheqë ato gabimet politike të qëndrimin që bën ndaj motrës Kosovë, ndaj Republikës së Kosovës. Andaj mund ta quajmë dhe ndryshe, mund të quajmë dhe Kosovën, me që atje është më i dukshëm patriotizmi, mund të quajmë dhe Kosovën atë dheu i shqiptarëve ose vendi patriotik i shqiptarëve. Dhe të dalë në plan të dy Tirana. Po nuk është kjo problemi. Problemi është që qëndrimi i shqiptarëve në Tiranë dhe në Prishtinë, i klasës politike, duhet të jetë i njëjtë për mbarvajtjen e çështjes së Kosovës, për mbarvajtjen e çështjes kombëtare të shqiptarëve. Nuk mund të bashkohemi me Vučićin për të kapërcyer pengesat që ka Vučići dhe Serbia për të hyrë në BE, duke i shmangur kushtin kryesor që është njohja e Republikës së Kosovës. Dhe marrëzia që ka bërë Rama para ca ditësh me daljen e përbashkët me kriminalin e luftës Aleksandar Vučić në mediat gjermane, është një gabim i pafalshëm, i patolerueshëm dhe anti-shqiptar.